grupe të ngushta të njerëzve, edhe në udhëheqje dhe nuk i jepet informacion i mjaftueshëm, është vonë Lumir Abdixhiku me thirrë mbledhjen e kryesisë edhe me diskutu situatën edhe humbjen që i ka në këto zgjedhje. Deri tash është dashur me i thirrë kryetarët e degëve, pse s'ka kërku 24 orë pas rezultatet të zgjedhjes me i thirrë gjithë kryetarët e degëve urgjencë me diskutu ku janë problemet, pse ndodhi rasti me votat e vjedhura, dolën publikisht njerëzit që janë dëmtu për shkak të strukturave, edhe ai e heshti si rast, e heshti si fenomen. Do të thotë, nuk është që Lumir Abdixhiku nuk e ka ditë ose tash nuk don me qenë pjesë e qeverisë Kurti, sepse e ka kuptu. E ka kuptu edhe menoj që Lumir Abdixhiku, njerëzit e tij të afërt me cilët është të funksionu për momentin, kanë dërgu sinjalet të qarta të Kurti për takime, për pozitat të caktuar, edhe Lumir Abdixhiku është nëse e thirr Albin Kurti, ai shkon sot edhe me pozitën e zëvendës kryeministrit. Pa pozitë të presidentit, pa pozitë të ndërlidh na këtu të e njoftë edhe zonjën Vjosa Osmani që është oportuniste edhe, si me thonë, karrierën e ka primare para interesave Po nuk është gabim me qenë me pos karrierë politik. Jo, unë mendoj që po du të edhe një ofertë për zëvendës kryeministër në base e shtyrë edhe nga zonja Vjosa Osmani, do të mund të shohim një koalicion, nëse mund të themi, mes Vendosit dhe DG-s ta shkoa, do ta dëshmoj. Koalicion qeverisht. Kem drejta jo, po. Ka nevojë për numrat për qeveri. Jo, për çështjen e presidentit mandej me hy edhe ndonjë parti tjetër, si më thonë, me bëu shumicën për mos me pas zgjedhje prapë. Është gabim me pas shumë ambicie politike që ka Vjosa Osmani, sepse po gjithë për të njëjtin janë të funksionu. Veç nuk kanë marrë vesh mjaftueshëm në të kaluamën se edhe Lumiri po t'ja kishte ofru pozitat me cilat nuk mundet me shkarku Kurti, i kish pranu të gjitha. Nuk është gabim politik nëse Jo, s'është gabim as pak vetëm mënyra që është arrin deri aty është. Votës, kuvendit. Nëse e fiton me merit edhe me mbështetje qytetare, okej, mirë, po nëse çdo gjë bëhet rezultati i kalkulimeve dhe i pazareve në tavolinë, atëherë rezultati është kjo që po i ndodhi LDK-s. Qysh mund ndodh kjo? Domethënë, problemi me lidershipin e LDK-s është që shumë veprime janë bërë në bazë të kalkulimeve të aty për atyshme, duke e shmang vullnetin e qytetarëve, duke e shmang bazën, duke e shmang strukturën. Edhe në momentin që ti heq dorë nga komunikimi me njerëz, nga mbështetja që ta japin votues, edhe e shëndron politikën në komunikim transaksional me partner të tjerë, pa e pyet çka mendon kuvendi, pa e pyet çka mendon struktura, pa e kuptu ose pa e lexu mirë vullnetin e njerëzve, atëherë ti mrrin në një pikë kur pakënaqësitë shpërthejnë prej katër anëve. Edhe me të drejtë, sepse... Po, normalisht me të drejtë, sepse edhe kur po flasim tani për çështjen e emrave, domethënë, është mungesë totale respektin të kashi votuesit të LDK-s. Veç... Ti ke dalë me një platformë... Edhe reagimet të tjera pati që... Mbi 70 premtime kanë qenë. Edhe në momentin që përfundojnë zgjedhjet, ti fillon me nxjerr emra, me nxjerr oferta, me nxjerr kalkulime. Kjo, jo rastisht njerëzit nuk besojnë. Pikërisht te puna e emrave edhe mënyrës se si të